Katedralja e Shkodrës organizoni midis të saj panajin e parë të librit, libri të Banë të Lirë, me pjesëmarrjen e rreth 20 botuese nga Shqipëria dhe Kosova, do të organizohet në datat 5-7 qershor. Hapja do zhvillohet në orët 18:30 në oborrin e Katedrales së Shkodrës. Ju lajmërojmë, ju vëmë në dieni për një ngjarje që besoj është një rëndësie të veçantë, jo vetëm për Kishën, por edhe për qytetin ton, për zhvillimin e panajirit të parë të librit në oborrin e Katedrales. Padyshim që kjo është një dhuratë nga ana Katedrales që i bëhet Shkodrës dhe gjithë atyre të cilët janë amatorë të librit, por nga ana tjetër është edhe një nder nga ana panajirit që i bëhet Katedrales. Kisha në misionin e saj kërkon promovimin, zhvillimin e jetës njerëzore në të gjitha dimensionet e saj. Prandaj nuk habit fakti që një panajir librit në oborrin e Katedrales, sepse ai panajir është i lidhur ngushtë edhe me këtë ambient që i përket Kishës Katedrales, siç është biblioteka. E besoj që kjo bibliotekë vogël, mas shumë promovimeve, mas shumë shfletimeve, nxitje për të kërku dijen, është bërë dhe shkas i mirë që të ndodhin kjo ngjarje pikërisht në oborrin e Katedrales, e cila shënon edhe një vend të veçantë për qytetin tonë. Është një grumbullim për më shumë se sa 15 botuesish kryesor të botës editoriale shqiptare, duke filluar nga Akademia e Shkencave deri tek shtëpitë botuese lokale. Besoj se keni informacion se në Shqipëri botohen kun 1500 tituj të ri në vit, të cilët është e pamujtur për me qenë të grumbulluar me një vend që do e ban lexuesin shqiptar krejtësisht të pa ditun rreth kësaj pasunie librore që qarkullon në Republikën e Shqipërisë. Për fatin tonë të keq, Shkodra nuk ka librari ku të kemi mundësi të rreshtojmë të gjithë këto tituj të ri, prandaj lexuesi shkodran vazhdon të metet i pa informuar rreth botës shqiptare të librit. Dhe kjo është një shans i madh që i ofrohet lexuesve. Jam shumë i lumtur që mas funi arrita masa sa viteve punë në fushën e bibliotekave dhe si drejtues i bibliotekave, pavarësisht përpjekjeve të njëpasmishme që kanë bërë, arrita që së funi të të organizojmë një panajir librit në qytetin e Shkodrës, që është panajiri i parë, dhe mendoj që pas tij do të vinë edhe të tjerë. Një nisëm interesante që ka në fokus promovimin dhe rëndësinë që i duhet kushtuar librit.